Amen. Zotri Ludo, në rast se këtu do vinte një lojtar tjetër, ose një lojtar nga lojtarët ekzistues, do bëhe si arditi në kuptimin që do e mbante mbar me çdo lojtar dhe do ja thonte dopsin në mënyrë të paçt. A mendon ti që edhe ai lojtar do ishte gabim? Apo vetëm së është arditi ja thua që është gabim? Arditi s'm ka vënë dopsi. Por arditi me lojën e paqes e ka penalizu mas mbromti vetveten. Pse? Se loja paqes o loja frik. Loja paqes Si ishte kjo pyetja? o loja manipulim. Loja paqes është ta çoj me gjithë mirë dhe ta kaloj vigut. Doktor Ludo, nuk ishte kjo pyetja. Nuk ishte kjo pyetja. Në rast se një lojtar tjetër, këtu në Big, ose ekzistues, ose i ri, do të bënte pikërisht atë që bën Arditi, por me disa zbukurime më shumë, a mendon që është gabim edhe ai lojtari tjetër, apo po ja thua Arditit vetëm se është diti, me gjërat që ke parë jashtë? Ja, Arditi me sjellën nga mu, si që sjell me mu, unë gjithmonë me sjellën... Lojtari tjetër, a do ishte gabim? Nuk besoj se gabim, por nuk besoj se o strategji. Më qëndro këtu. Labi. Sharon Stone. Pyetja ime për ty është, a mendon që vetëm... Dëgjoje tani pyetjen që do ja bëj Labit, se është shumë psikologjike kjo dhe duhet ta analizosh disa gjëra në mënyrë indirekte. Hajde mre ti me mu me psikologji, ti duhet me shku. Ty dhe Labi në gjepë qasë për psikologji. Ja, nuk e mendon. Labi, jo, po s'ishte për ty. Ishte që të kuptosh diçka nga unë. Po normal se s'vlerësohet një lojë i ti gatësis. Pyetja ime për ty është. Gatësis. Jo, s'ka nevojë, le të dëgjojnë të tjerë. Ma afatgjat. Labi, grazie bro. pyetja ime për ty është. Afatgjat, nuk vlerësohet lojë A ti. mendon që aktualisht ka ndonjë lojtar? Paguxim është lojë. O ti, po foli tash, atlesh. Ju lutem pak respekt. Gjysë maratoni, jo këtë. Të lutem, mund të më dëgjosh se kam qef kur më dëgjon aftësinë time psikologjike. Jam psikolog doktor për ty herë 10, hajde për. Po, kam qef të vlerësosh të dëgjosh se dua të dëshmoj aftësinë time të ty, Dr. Love. Jo Dr. Love, po Dr. Lee. Doktor Labinot, sus. Jo, që për qërebe në pozicionin që ka nga ti në njerit martum. Ju ka gjumë. Labi. Dhe kjo është Labi. Uzas me këshirë. A këtu qëllove që të më godasësh në Si lojë? Sharon Stone i ula Basic Instinct. Labi. Ajo ule që shto, bro, bajsh jo, të film. Ti, a mendon se ekziston edhe lojtar tjetër këtu që po bën lojën në mënyrë të njëjtë si Diti, po pak më të zbukuruar? Po. Po? A dëshiron të shpërndash emër konkret, apo do në ta lesh kështu? Po. Po? Ludo. Po, se të më shku në ce. Ludo. A, mendon që Ludoja po e bën? Shka lutë për më shka? Se? Se ashtu. A ke argumente? Bas disa ditë do t'ja për argument. Ngajde, fol Okej. argument, fol. Hajde, vazhdon. Zotri Ludo. Fol, shpejt se t'u shku. Jo, po ti se kryte... Vazhdoni në tualet se ne këtu jemi, nuk kemi ku ikim, jemi 24/7 në Big Brother, deri në finale unë dhe Labi. Kështu që nuk na nxiton. Inshallah. Amen. Edhe e meritoni. Vazhdojmë tutje pyetje. Bashkë me ty. Lojtarët e fortë e meritojnë. Vazhdojmë tutje. Edi, ne kemi deri në gjysmë finale. Vazhdojmë tutje. Ti Edi, Ja, ta dëgjoj por Edi të regojnë e dy shka. ordra. Se t'jero nuk e din. Aha. Qa Të më një ndjen për fjallë Edin? shqip. Me germat madhe. Janë të sajnë se flasin vetë. Oh, ti që po sulmoje Edin, ti po mbron Edin. Kur e sulmu me Edin? Se di, vallaj kështu më duk mu? Kur sulmu me Edin? Kur? Unë me sulmu Edin e sulmu shto, hajtë e fol. A do është të ashtë me Pse dëhinjë dhe ktheve Edin? temën aq serioz? Numrat flasin vetë. Nuk folin finale, gjysë finale. Kush numra? Janë do numra. Cilat numra? Në jetën tonë. Cilat numra në jetën Po time? sa është në tash ta kallzova? Po pse nuk tregohesh i qartë, O, doktor ti më shku Love? BC, apo më shku BC. Okej, hajtë se këtu po të presim. Hajde, vazhdo. Shumë bukur ki shkru. Wow, çfarë shkrimi të mirë. Pyetja radhës. Ja, kur të vje Ludo. Kemi mendimet e njëjta deri? Nuk e di, Lab, unë jam thjesht një moderatore, intervistuese dhe mbaj anën e dy palëve. Po daks që thirrte, po daks. Unë jam moderatore. La.
Labi, për ty kam një pyetje shumë interesante. Në jam mirë. E di që ke interesant se të shumë në sytë. Edhe gjithmonë me qiellin reflekton. Në tuaj. Sa po të vje Ludo? Doktor Ludo. Hajde, fol. Qërë Amo jo fjallë provokime, po fjallë... Unë zbura provokim, ti më provokove mu me këmë krahasoj tani? Su në ditë ku shkon finale, gjysë finale, pa e të nejse në regën. Shumë ki vetë besim, po besoj se e kia vetë besimin qatë shkjartë, po e kia vetë besimin se është dëshirë. Po pse, doktor s'ka logjike, Li, se a ishe ti që thoje që më shef deri në finale, pse ta një ndryshove? Unë shofës të në finale, je një për top favorita. Po më skujto se e fito, e qatë dorë aty të Eleonor, aty para dinit të ka me fitu, kjo është në Alba Pologjani se të ta fiton finale. Po tani... Ta dhe Argentinja si favorit në World Cup, me lutar si Messi, nuk e ka thonë, e Alba Pologjani për thotë. E ka thonë Cristiano Ronaldo që e ka bë me veprimin duke u quar në këmpa, Cristiano se më Ronaldo kur s'ka shpall thonë kina që është dëshirë me fitues. fitu World Cupin, apo kur s'ka thonë e fitoj World Cupin. Kës po dëgjoj. Hajde fal. Se po më dekoncentron. Tani, doktor Li, në rast se ti e ke me knajtësi që e shpreh që dhe jemi në finale, unë u frymëzova nga bindja jote, sepse i besoj aftësisë tënde psikologjike, intelektuale, dhe më rritet ti mua vetë besimin. Faleminderit për shpëtimin, doktor Li. Okej, vajtë dhe shka folën? Labi, Qitë me pyetjet. se mendon ti se Ludo është deri diku kopja e Arditit, po pak më i zbukuruar? Me që the që Ludo. Duke hyrë në Big Brother. Që e dhere pyte Labi. Kopja Arditit ma i zbukuruar. Po kështu tha Lud, ky Labi, se unë e pyeta, a mendon që ka ndonjë lojtar që e bën strategjinë e Ditit, po pak më të Loja me Diti zbukuruar? Ludo me nuk e ka zbot. Përveç, Duke menduar që tortën kjo e ka gjetë gatshme vetëm me qitë në furrë, kur ka hyrë dhe sigurisht që... Qa mendime pas ke Labi për ty? faleminderit Labi. Në kursisht e falenderoj që... Labi do një kam zirë onën e mirë për atë, këtë jetën do të jetë mirë njës. E është dikush tjetër se e mirë një pjetë. O zoti, për në regull. Unë ja kam gjithë, ata s'ma e këti kërkush. Po, primë kjo po e pyte, po se me personale o ti. Jo, ti, po jo unë i kërë ti po thoni, fërë. Po doktor Li, ne nuk e nënvlerësojmë dhe nuk e mohojmë atë që ti ke realizuar që kur je futur të mbrënda. Fal. Se di pse të potencionohesh atë Po se shumë. potencial se kjo e bore një... A, e kishe vetëm e Labin, në me thënë. Doktësi, me kërësu mu me Arditin, pak ma i mirë. Një njërë si a thot mendimin direkt në ftyrja. A i të vlerësoj, në fakt. Oke, drejke, falem dhe, tajtë falë. Unë nuk të vlerësova. Kurse si jo, po s'ka shanse me të vlerësova. Sepse Labi vlerëson lojën e Arditit dhe po thot që ti po e bën më bukur se Arditi. Oke, drejke, falë. Ajme, tashti. Sa që do t'jeni të dytë, se kisha pisu falë. Pyetjet janë të mia dhe unë komentoj përgjigjet e tjetrit. Po. S'ki njo, as njo ashtu në shpeso ma direkt si Ludo, falë. Po pse po quajte mua të dobët? Ha? Unë e besoj që është e vërtet. Sham direkt? Unë e besoj që është e vërtet që e thu këtë. Oke, falë. Po pse më themu se kisha besu që të dy jeni të dobët, më përfshive edhe mua këtu në këtë pjesë. Po jo, se ti e pyetjen edhe ja vërtetove, në regull. Çfarë i vërtetova? Po e keshe, sa E do të që janë të përgjigjet sakta të mia. Po pse që Unë isha? gjithmonë përgjigjet sakta. E di pse që isha? Po që që reagon ti? E di pse që isha? Sa vërtet. A do të dish arsyen pse që isha? Unë po du me di që po reagon ti. Okej, në rregull. Vazhdo pyetje, hajde. Hajde. Arsyeja se pse Alba që isha kur i e dha atë përgjigje, se e di që Labi është ngacmues dhe vetëm i hedh fjalët kështu në ajër për Hajde mendimin fal. tim. Pyetje tjetër, hajde. S'kam ndonjë pyetje Edhe tjetër. një, të lutem. Hajde, E di që ke edhe një, po nuk guxon ta dzesh. Më thuaj. Oh, sa jetë e bukur. Kjo vlla, Juve, a nuk keni jesh. ndonjë pyetje Kjo për njëri vetë tjetrin? Po, unë të japi për këtë. Pse? Ja. Kam rrallë. E di gjumash organizm me vllajt shumë mirë është. Zotri Ludo, doktor Ludo. Grazie. Ky afrimitet me Benitën. A është pak me bisht edhe me spec apo nuk është? Kjo afërmirtet me Kam Benitën. Kjo afërmirtet. Ka dale. Kjo afërmirtet. Mendoj një herë, mendoj. Jo, s'kam nevojë më nuse, kam pyetje fill. Sepse pe Ky afërmirtet me Benitën me kujton mu shumë në showbiz,
se gjithmonë kam thonë mentaliteti Ludo Viktuna nuk ndryshon, por showbiz është business. Unë e shoh Benitën si në lloj showbiz ku jam aty me çisi femna, lloj femne, unë pëlqen, se luna një fal loje, showbiz, unë pëlqen shumë, edhe ajo mu më përputh në atë pikë. Okej, pyetja tjetër? Po, Vazhdim? Sigurisht për Benitën, po dua përgjigje për teje. po. A mendon se Benitën do ta penalizon ky qëndrimi i saj kur pati një pëlqim lojës, vazhdim Thojza, kuadrë të lojës me Klodin, tani vazhdim me Tonin njëkohësisht, vazhdim me kushtrimi që shifet apta, sepse një signal për mamit saj i ka ardhur, Po. edhe në fund, në publik mund del edhe me ty. Mund në publik, por nuk po thash, nuk thash drejt për drejt, por në publik mund del... Benita është një femën që ka qef me lujt me ndjenat e djemve. A e penalizon. E a penalizon... Spjegoj pak më mirë të lutem... E Se ka kuptu Alba. A e penalizon të shkoje lule në lule tek meshkujt këtu në shtëpi? Penalizon është pyetje shumë interesante, unë besoj se po. Penalizon, shumë shkurt. Po. Edhe unë mendoj që po. Edhe ta kish me disë, unë Benitën nuk kujtohet showbiz. Në rast se penalizon, atëherë ti pse po ndikon të penalizimi Benitës? Sepse... A di që mund të penalizon atë pyetje vazhdim? Jo, sepse Ludo... A di që mund të penalizon nëse keni 100% publikun në shtallet? Apo parme edhe të pyetje. Pa shpetur. Penalizon sepse... Pse penalizon sepse Ludo, këtë publika dhe këtë bota dinë se nuk ka kurfar interesi, do më thonë, emocional ose në interesit pëlqimit, po Ludo ka një interes showbizit, se qyshe do në bigu, qyshe do në Ludo në Çfarë showbizit. mendimi ki pas për labin jashtë? Shumë negativ, E çfarë mendimi ki brenda? shumë pozitiv. A e dinti që sigurt publiku ka inë gjithë në zemrën time me pa çfarë njeri jam? Si mas sjellës tonë po. Nuk e mund. Sjellë edhe gjestat fulasin. Po, vetëm nuk mund të jesh. Unë e Benitën edhe ka me vazhdu lojën e showbizit se pëlqen si person. Unë mendoj që nëse vazhdoj. Apo jo na e ndjenë na e senta shumë. Unë si vllau jot, si shoku jot, asnjë i parë këtu, edhe me Edin bashkarisht. Unë mendoj që nëse vazhdojmë me këtë gjest si sot dhe dje dhe pardje, me kaptimin e flokëve, unë Ja, fekime flokëve, prej me flokëve. Fal. Prej flokëve vazhdoj tutje, nuk e di çfarë mendimi ka edhe zona e nderuar Alba Pollozhani. Aty ka bëmi të dytë, apo shefri, nëse kjo që me dëmin e të dytë, jo amatëra. Po Qofsha jeni më shumë si amatëra. Qofsha i Se gabuar. nuk bësh pak i zgjuar, më lejo mua të përgjigjem që të shohësh se çfarë opinioni kam unë. Okej. Çka po shkruan ti? Kjo është gjithmonë. Kjo nuk fol pa shkruajt. Hajde po. Ta them drejtën, nuk është se kam ndonjë opinion, sepse nuk kam ndonjë interes çfarë bën Ludo me femrat e tjera këtu në shtëpi. Okej, grazie. Zonë nderuar me Edhe mu nuk e doktor. mendoj. Edhe pse Ludos po intereson të di se çfarë opinioni kam unë, edhe a kam dikushmëri unë, mua nuk më intereson. Kjo ka opinion vlla, njerëzit se ka dash me nxjerr jashtë, ka dash me nxjerr kumpir, edhe vujt për me nxjerr jashtë, për ja ti me lyp kjo opinion, që aty shihet inteligenca Mirë the. e Pollozhani. A ki boj hipoteza pak për ose u lumtimi? A e ke pyet ndonjëherë zonjush Pollozhanin sa e kam lyp unë opinionin apo janë inkuadru vetë dhe zonjush Pollozhani thjesht po i dëgjon që të kuptoj fytyrat e tyre reale? Në rregull, atë qofse e ban ata, atë jenë rregull, qofse jo je gabim. Unë vish doshta me të çel sy se s'ka fare logjika ata, tash ty më tregu. Ata ty më tregu, ata ty më tregu se Ludo do të manipulu. Para menu, ata dojnë me ndihmu kësajna. Djemë, se kanë dosh me gjithë zemrën me nxjerr jashtë e kanë po gjitha trikat, dojnë me ndihmu kësajna se Ludo do të manipulu. Pik, vazhdojmë tutje, presje, pyetja për meja. A mendon se që 2-2 është një loja ime dhe Albës që ty ta shikojmë ku je dhe çka jetë e kje gjithë remuj që kemi bërë sot dhe dje? Jo. Faleminderit. Nuk qenë kje pra analistin. Jo një vërtetë, jo një njerëzit vërtetë. Janë dosanet që s'u pëlqen, unë di mi dosanet. Labe, ti fol disa gjëra për vete, kupton? Unë di mi dosanet. Mos më përfshi mu të pyetjet e tuaja. A, B, senet e tua të vlerësume, çka i ki ti unë Ludo ku nuk i harron. Ti më ki ndihmu shumë, ti ka në favor shumë për mu në big. Një prej top 3 je ti, një, E22, edhe Masanera, normal edhe Alba. Por, ti i konë për mu plusi, maj malli, big. Thank you. Danke shumë. Si... Do bisë majnë e bruda. Po, qështu kam bashkëpunu edhe në showbiz. Do më thonë e kam zgjedh një mat
kombinumin se kam po ko strategji dhe bashkë atër e kena dhe të spunë. Edhe të lut në labi, edhe nërë për thamë. Që se te ki po ludon, tash po foli serios. Na i herë, so sjell me një femën si par një mënyrë interesi, atër nuk besoj se je këtu drejt. Unë me çdo femën big jam sjell me respekt, me distancë, Po kush ka na i loj, interes? na i fjallë të telefoni, ka ndonë se unë shobis. Labi në asnjë moment nuk tha që ti je sjell me një femër për interes. Këta po doket ta se qofse ti me Benitën afrohesh më shumë, doket jashtë si ka këtu interes. A është tojza? Dhe po të jep një mesazh indirekt nëpërmjet kësaj. Okej, faleminderit. Po ky duhet me ditë se çfarë Ma pa të gjo, unë të di që mesazha tina nuk ka far vlerë sepse ky duhet vetëm me ditë se sjellja jeme. Ajo është e vërtet. Edhe Arditi ka lujt me Ti bie. mendon? Tjetër. Më fal. Edhe këtu besa i ka i. Unë i kam thënë Loja bijes me Arditin është për Arditin penalizim shumë i madh. Arditit ke kujdes se jashtë me ta keq. Ha? Mos ja që sigurt për atë që mendon. E shef. Okej. Unë ta them që ajo media ka dar keq. Gom. Arditi që sjellet me harmoni, me diplomaci, nuk i ka hjem i ba ato striptiza me bie. I kam thënë. Ti duhet mi prek senet. Po. Nuk përputhen këto dy sene. Po ajo problemi vet, ai duhet mas pramti kur del, se vet ka thonë Arditi, Okej, ka janë të mendimin e përcjell. vet. E ko respektoj. Po vetëm ka thonë Arditi se kjo zgjon. Arditi vetëm ka thonë se ai kam fëmijë familje se më këshyri. Ç'sa e këtu? Se 2 javë. Okej. Më thuaj të drejtë. Po. A shef kontrashu? Jo hiç. Kur? Hiç. Këtu në big hiç. Nuk ta thash në big. Am fal. Përgjithësi. Po normal, mos mi pas po ëndrat edhe ditën shoh. Beton diçka që duhet të pyes shumë sinqert. Shumë sinqer. Bëj. Po shoh zotën po. Ai ki pa brenda 2 javë Albert. Jo po shoh zotën. Okej. Zotë po të baj be jo. Aq. Am ki pati mu në ndër studio? Jo kom pa loja. Alo, jo, Kom pa loja bashkë, domethënë. kur një temë më pak ëndra si Big Brother s'ka. Jo, kom pa loja kredita, normal. Nashta se ças shumë se jena aktiv, na ëndrat hupin. Se ças shumë. Kishte lidhje kjo pyetje ëndrës.